Ryanair ka njoftuar se do të shkurtojë edhe 1 milion vende të tjera nga fluturimet drejt Spanjës në verën e vitit 2026, duke çuar totalin e reduktimeve në mbi 3 milion vende për sezonet verë 2025-dimër 2026. Kompania fajson rritjen me 6.5% të tarifave aeroportuale nga operatori spanjoll AENA, duke i quajtur këtë vendim të papërgjegjshëm dhe të dëmshëm për turizmin rajonal. CEO i Ryanair, Michael O'Leary, paralajmëroi se linja do të zhvendosë fluturimet drejt tregjeve më mikpritëse dhe me kosto më të ulta, duke përmendur si alternativa Italinë, Marokun, Kroacinë dhe Shqipërinë. Ne do të vazhdojmë të operojmë në tregje ku kostot janë të arsyeshme. Nëse tarifat mbeten të larta, do ta rregullojmë orarin tonë në përputhje me rrethanat, u shpreh O'Leary. Në këtë sfond, Shqipëria paraqitet si një nga destinacionet më potencial për të thithur kapacitetet që Ryanair po tërheq nga Spanja, me kosto operacionale më të ulta, rritje të vazhdueshme turistike dhe infrastruktura aeroportuale në zgjerim. Vendi ynë ofron atë që Ryanair kërkon, një treg të ri me çmime konkurruese dhe rritje të shpejtë. Aktualisht Ryanair operon fluturime sezonale dhe të përvitshme nga Tirana drejt disa qyteteve europiane, ndërsa aeroporti i Vlorës, i parashikuar që të hapet në vitin 2026, mund të jetë magnet për zgjerim të mëtejshëm.